Tregoni pak, kush do ishte një takim first date ideal për ju? Çfarë duhet bëj një djalë? Ose si duhet i trajtoj, ku ta di un kapeni, çfarë duhet veshë, çfarë duhet sillet, ku duhet ju çoj, gjitha me radhë, domethënë. Për mendimin tim, dua që ai djali që unë do dal në date, e para të më thonë një herë bëu gati, vishu classy, vishu sportive, vishu kështu, vishu ashtu, do vi do të marr në këtë. Shënojmë ja, biles unë këtu e kam stereolapsin. Shënoj sa gjëra ti kemi parasysh. Do vi do të marr në këtë orë, do shkojmë këtu, edhe ka, domethënë në orën 8 e zëm deri në orën 12 do jesh me mua dhe pik. Duhet që mashkulli të bëjë një statement që do dalin në date me ty, jo si ata tipat që të thonë po ku dush ti vemi? Ku dush ti? Ku do të shkojmë? Do dalim xhiro me makinë 24 orë makinën e kemi vetë. Do të bëjmë një xhiro me makinë. Po ku do dalësh ti? Ku do ash ti? Është shumë keq, valla. Ndaj mendjen thuaj tjetrës, ore do vemi këtu edhe pikë. Edhe unë ndaj mendjen që duhet të bëhem gati, duhet të përgatitem, duhet të gjej çfarë do vesh, duhet të rregulloj flokët, bëj make-upin që të dalë si kukull, edhe kur të dalë të them, "Ok, ky ka planifikuar çdo gjë, unë jam thjesht tani për shembull në dorë të këtij."